neve po na mban tërhequr më shumë se sa po na zhvillon, se ka të bëjë me ndërlidhjen, ka arritur atë qëllimi final. Gjithsesi, do thosha që momenti ka ardhur që nuk duhen hapur më fronte të reja për sa i përket asaj që se infrastruktura dihet që nuk e bëjmë dot shtetet e vegjël si puna jon. Ajo që do thosha unë është që rreziku më i madh tani është një shtet pa popull, nuk ka çfarë ndërtoj më politika për të ardhmen, duhet ndërtoj një herë për të tasme. Dhe e dyta, duhet të mbrojë njerëzit e vet në ç'kuptim. Të mbrojë disa nga padrejtësitë, nga pabarazia, disa nga pjesa, e kam fjalën pabarazia ekonomike dhe jo vetëm pabarazitë, disa të tjerë nga mënyra se si këtu zhvillohet konkurenca, e cila është detyrë e shtetit. Shanset të detajuara dhe besim se këtu mund jetohet. Të japi legjitimitet gjithë procese, për arsye se proceset që zhvillohen këtu nuk kanë legitimitetin e dur. Ajo që thuhet se si zbatohen, ose që thuhet që kemi ligje por nuk zbatohen. Pikërisht të gjitha këto së bashku janë detyra që nuk kanë të bëjnë me sektorin privat, por kanë të bëjnë pikërisht me atë çfarë duhet të shtri si dorë shteti ndaj qytetarëve. Tani Aurora ti në komunikim të vazhdueshëm jo vetëm me ekspertë të ekonomisë, por me përfaqësues të qeverisë, të sektorëve kryesor që janë të linjëzuar me A2 Business. Çfarë ke perceptuar ti prej tyre? Jo para fushatës, gjatë fushatës dhe në vijim, nëse këto politika, këto praktika do të merren seriozisht për të ndryshuar diçka. Ne kemi dëgjuar kryeministrin Rama për shembull që thotë që ky mandat i 4 do të jetë mandati i korrigjimit të asaj që kemi bërë. Por ne jemi mësuar që her pas here të shohim aksione të vazhdueshme kundër evazionit, falje dhe pastaj akumulim të tjera detyrimesh ndaj shtetit, këtë mungesën e pabarazisë që e përmendën edhe Gjonçaj dhe Gjokutaj. A ka shpresë për të dhënë edhe një momentin mesazh që Rama ka vendosur si objektiv 2030 dhe ka le të themi e ka luajtur si kartën kryesore të mandatit 4, duhet kuptojmë një gjë. Nuk ka integrim të Shqipërisë, nuk ka integrim politik pa integrim ekonomik. Ti mund të integrohesh politikisht, mund të integrohesh dhe me ata kapitujt, edhe me ato ligjet, por kur të të vi momenti që ti do heqësh le të themi tarifat dhe ty do të vinë supermarketet dhe emrat e mëdhenj europian në Shqipëri, ti automatikisht do të falimentojnë të gjitha dyqanet e bukës dhe dyqanet e shitjes me pakic, parukeritë e gjithçka tjetër që i ke me dhjetra në çdo lagje. Dhe ky lloj biznesi në Shqipëri është 99.9%. Çka do të thotë që të gjitha aktorët ndodhen përballë një sfide shumë të madhe. Biznesi nga njëra anë duhet të transformohet. Duhet kuptoj që pas 4 vitesh nuk do bëhet më biznes siç bëhet sot. Kjo formë do përfundoj, e pranohet, nuk pranohet, do t'jetë fakt. Po kjo do një pakt kombëtar. Sigurisht, dhe kthejmë, prandaj ka thashë në fillim paktin kombëtar, nuk e thash kot. Nga ana tjetër,